Një zjarr ka shpërthyer në orët e para të mëngjesit të sotëm në zonën e Chiaia në Napoli, duke përfshirë dhe teatrin Sannazaro. Flakët janë përhapur me shpejtësi duke përfshirë një pjesë të madhe të godinës në Via Chiaia. Kupola e teatrit të shkatruar plotësisht. Raportohet gjithashtu për persona të asfiksuar mes banorëve të zonës. Flitet për 4 prej tyre që janë shoqëruar paraprakisht në spital. Ajri ishte bërë i papërballueshëm që në agimin e hershëm. Në disa imazhe të postuara nga banorët në rrjetet sociale shihen gjuflake që përfshin një apartament të një pallati ngjitur me teatrin historik, i ndërtuar kryesisht prej druri. Alarmi është dhënë nga disa banorë të zonës ku ndodhet godina, e cila është gjithashtu një qendër prodhimi teatror me një histori të rëndësishme pas vetes. Shumë persona kanë postuar foto të zjarrit dhe lajmi është përhapur me shpejtësinë e dritës në rrjetet sociale. Në vendngjarje kanë mbritur ekipe të zjarrfiksëve dhe policia, të cilët po hetojnë për shkaqet e zjarrit. Sipas informacioneve të para jo zyrtare që dalin nga burime hetimore, në bazë të zjarrit mund të ketë qenë një qark i shkurtër elektrik, ndërsa shumë banorë të Via Chiaia kanë dalë në rrugë për të marrë informacione lidhur me zjarrin. Shumë prej tyre kanë raportuar se ajri është i papërballueshëm.